Sus. Sheko së të dashtë në qyshenja e një mirë hallat. Oh, tash vesh janë që kamermanat për gjumit që s'mund dhe mikë. Qa për do me thonë janë që për gjumit që kishe... Po deri në 7:45 pak ma Vetoni nervoz me mu. Se pi krijoj kakofoninë në vesh. Kuj pi krijon kakofoninë në vesh? Vetonit. Do më thonë zonë e hi në regji para se mi këto dhe krijoj kejt zhurmën edhe tani vetoni. Vetoni zakonisht nuk qartet, po kur qartet, tani krejt ju totë në regji qa o bo, qa o bo. Vetoni qartet veç kur i hup ekipi, i ka hup dje. Edhe e ka dit. Me cilën e ke po e që ato dhe qa o bo, se du që diçka si nervoz. Cilën e ke është kjo, kush ka lidhje? Se po folti për ekipeve që ka fitu Chelsea, Galatasaray. Galatasaray. Së është një logje në Stamboll, që është, do më thonë, Galatasaray, është si pas sësej logjes. Do më thonë, ekipet në Stamboll më duket janë gjitha prej logjeve. Jo gjitha, po Fenerbahçe, Beşiktashi, që ashtu është logje, po më duket? Vetona bi... Ti di logjet e Stambullit. Po, Beşiktashi është... Beşiktash. Galata është logje e Fenerbahçe. A është edhe një ekip Beşiktash, dishka? Beşiktash është ekipi, po. Pi disanet, erdonit, erës ndryshë një arë tjetër që si konë anglisht, se edhe një arë ka shumë përshëm, kam qenë fenomenale, kom ma notën 10. Qa që mirë e po, është bile, a mund është me dalë erë, se ma mirë pa ty për të. Asa gërës për basërisë për jeti për relaksojnë pak. Ato e mora seriozitetin, qa që mirë dësha. Ma dha zotin i fuqin, i energji, një dijet jarë zakonshme. A te liroj studion? Jo, zamër, jo, se e relaksojnë pak, lutëm se s'po shkon veç me mësu pak. S'po shkon veç me kekën, a? S'po shkon veç me mu. Jo që s'po shkon, mësë më këtë që kuptoj një lutëm, pa ndasi, nuk dua ndasi. Masi po folim për gju, që një fjallë, për shembull që e përmende Erdonita, që kësha dashtë me ndarë dhe me juve, se përdoret shumë shpesh, po me këshur të amon fjallor gju sot me Shqipe, se si definohet fjalla, përkufizohet fjalla, për ndryshe fjalla definim që e përdorim na me definu një fjallë, në Shqip ma mirë përdoret përkufizim, nëse dani me bot të amon në gju në Shqipe, fjalla kakofoni. Hajde. Kakofoni, dhe më thonë, kestinglim, kryon kakofoni, menjanon kakofonin, dhe më thonë, kur ka disa zhurma që përzijën njëjtën kohë, që kjo është kestinglim. Dishka, mundet mi thonë dikush edhe disonancë, po më duket, në gjuhën angleze, nuk e di, a përdoret fjalla, po përdoret, sigurisht, për qëta shekëshyrim. Përse që kjo shumë fjallë profesionale, kjo shumë fjallë originale, po vetan. Kakofoni përdoret edhe në gjuhën angleze, në gjuhën shqipe e pomë që shkruhet, në gjuhën angleze... Cacophonation. Pas që shtu shkruhet, kjo është fjallë, dhe më thonë, që është prej, sigurisht prej greqishtës ose latinishtës, dhe më thonë, një përzimje e pa këndshme e zonave. Në gjuhën shqipe, veç si kestinglim e kanë definu në fjallorin e gjuhës shqipe. E shvizzo kjo, kakofoni? Ha? Kakofoni. Kakofoni. Shumë të thënë, kur ka shumë, që tash për shembull kur del një qytet, në kohën kur ka të lëvit madhe, kur s'ka të lëvin në vërtet, kur të ardhë pat vala në nervozëshën njerës. Aty ka kakofoni, në qytet ka kakofoni, dhe më thonë, masi bojnë krejti binë buris, bojnë njerës nervoz, rrathja ka njës tash më bojnë dhe ma agresiv në rreth rëtullime kur hinë njerës. Ma heret nuk pritojsha me dalë, tash po pritoj pak se një me, sot kënë dy më ngushtu 2 kere, se ketë të lovi, edhe thësha, me vendosë këj me arë dhe pak ma në të majtë, edhe këj tjetër me arë pak ma në djathë, edhe unë s'kisha qa me boazë, edhe me frenu, më ishin me mbra. A bashkë të nervoza? Jëm bo, tash provoj më bo ma pak nervoz, me këtë po bo në nervoz, edhe për lana shumë, dhe më thonë, në vendin e vetëm ku jëm shumë agresiv edhe që jëm dalë pe i vetë vetës, jëm në trafik. A ta hap një sugjerim? Se përkesh të jedin se Erza para se me poska, i ka ra shumë shpesh më vëzit me mu. Edhe u ko një raport që unë e ku më vrejt këtë anë të kekës, se për ndryshe keka doke shumë i qetë, shumë pozitiv. Doke të vërtit, doke. E në realitet, me po në rrugë, në komunikacion, nuk ja u preferaj. Unë tash vishta sugjeroj vich Elshan Abdul Muzion edhe për një me disponimit vjen. Unë gjithë po në zgjohë me...
Ashtu, si kur të volë seriozisht, të e kënonë që krejt. Erbenita dhe Elçan. A më nësët që shtot, kolon muzikën, e lëshova dhe jam kënaq. Bili postova 2 video, pa që më reagime sa mirë ku me marrë këtë energji. Edhen të më në gjesë. E përdori telefonin të vëzita? Jo. Ndalën? Në kolon, nalëm kanë. As për lexon libra? Pas pat kosit. A krejt lidhjëm, kërë më ne me pa vedin TikTok. Tash kemi me mësu pak anglisht, mote kemi me folë për mote. E fale kolonës, që i thonë anglisht kolonës? Anglisht, që i thonë kolonës? Tash më varet që të me thonë traffic jam i thonë të lovis, haqe masë për folim, na kem të folë për mote. Jo, vë që kjo më interesë masë e përmendën. Nëse trafiku të thonë komunikacionit i thonë traffic, në më thonë si në gjuhën Shqipe, jam i thonë edhe marmeladës, që e hanë, si jam, po i thojnë edhe traffic jam i bjen kur blokohet... A dhe që po letë ka trafik jam? Trafik jam trafik, po. Interesant, trafik jam. Kolonës i thojnë edhe column, kur është fjalla për diçka tjetër, jo për trafik. Të më thonë column of... I thojnë edhe shtyllës, edhe i thojnë një kolonët, një grupit sanave që janë të rështume, edhe line, i thojnë traffic line, ose po semaforit i thojnë traffic stop, ose udhkryshit, po traffic jam i thojnë kolonës. Okej. Kove kur është të lëvija ma e madhe, që i thojmë gjuhën Shqipe, kur është koha e të lëvive kur këthejnë njështë të punës. Ha? Qysh? Po ka la dhe kështu një thu, kështë guzh, më që thu në na. Që thu në bre? Sa të gachme ka pas përgjigje. Ajo është të lëvi, guzh, po. Guzh është pej... Anglisht të më pyta? Jo, po më përgjithësi, në Shqip, jo, pyta Shqip. Jo, po dhe Shqip s'me E të mësojna Shqip. Jo, për Shqip. Për Shqip deshta me këshyra kemi... Palet anglisht të sa Shqip. I'm sorry my public. Për Shqip të pyta, të më thonë, a kemi naj fjallë që për kohën, edhe me ndoni jo, a kemi naj fjallë për kohën kur kthejen njerëz prej pune ose kur shkojnë punë, do të thonë prej orës 7 mëngjesit deri në ora 9 në mëngjes, që në çdo qytet është të lëvi e madhe, edhe prej orës 3 deri në ora 5, që është të lëvi më e madhe se zakonisht. S'kena vesh një term. S'kemi term. Me përdorim shtrien koha e kolonës, koha e të lëvis. Koha e të lëvis. Na i thëmë koha të lëvis, ose guzhëm që dhe ati. Koha guzhët. Trafik i fjala gjeshur. Guzh vjen prej serbishtës që ata na se përdorim dhe që ata keshën krejt se në media se përdorim. Se është për fjallës serbo-kroate guzhva. Dhe që ata... Për që është fjallë serbe-kroate është një numër i madh i fjallëve me preardhje serbe që përdorin, e vazhdojmë i përdorin, jo veç në këtë në studio, po edhe në kuvend përdorin ka shumë fjallë që thjesht mundesh me i kasaj, po thjesht fjallë pak ma e rrallë që në dëgjojmë për atë ke. Edhe befasojnë kur përdorin dhe më në televizion, po me kesh që falenderit për disponimin. Na dhe më thonë nuk kemi fjallë në anglisht, e kanë një fjallë që thirët koha si me thonë, koha e ngutjes, ose koha e ora e ngutjes, nëse përkthejmë bukfalisht. I bjen ora e ngutjes, kur ngutën ketë me shku të shpia prej punës, ose me shku në punë prej shpis, për më ngut në gjuhën angleze, i bjen, lexoje që ta shqeto... Run. Run është me vrapu. Bravo, po Rush. 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 Qashtë. S'ko për shtatë ka rush ka. Hour, ora. Hour, s'lexohet hëja. Se hëjen... Po. Ma pa një këstirar hëjen, pa nuk e di. Rush është nëzitim, ose ngutje. Nëzitim. Edhe orë. Nëzitim orë, do më thonë orë e nëzitimit, kur në jasë nëzitojnë me shku digo. Po, tash është edhe piku i trafikut. Na përdorim piku i trafikut i të lëvis. Pik, fjalla pik vjen prej, edhe kjo prej anglishtës, që do më thonë pik. Pik të lëvjane.
Çështu shkruhet fjala pik, do më thonë, në gjuhën shqipe do më thonë maje. Do më thonë, përse da është piku, maja e të lëvis. Do më thonë, pika ma e nalt edhe si pik. Do më thonë, pika ma e nalt, pika ma e nalt. E Boris shithojnë, që fëshlojna? Boris, që ta duhet me ditë që edhe në gjuhën shqipe, do më thonë, na e përzim me buri është instrumenti që i bim, e bori është boria e kerit, që ndryshe i thojmë sirena, që prap vjen prej gjuhë serbokroate, sfirena i thojnë ata, na i thojmë siren, ose bori, me o, do më thonë, ata i thojnë asht, nëse përkthejmë gjuhën shqipe. Ashti, apëdhen ashti i... Se këtëne herë, kër kanë bo zhurmë këtëne herë në për kulturat e vjetra, kanë bo me ashta. Dhe më thonë, kanë fry ashtit, ati ashtit kështu, dhe ka bo... E prej asaj ka ardhë fjalla, asht, që në gjuhën angleze është... Horn. Horn. Qka është dishka horsbe? Horse është kali. Horn. Ajo është kështu. Horse. Bravo. Horse. Po, horn është bri. Bri. Jo asht, kërkoj falje, nuk është asht është bone, do të thonë tamon nëse asht. Horn është bri, do të thonë se në bri këtë nërë kam fry për me bo zhurmë. E prej që asaj ka metë si fjalla horn. Edhe është, për shembull, është edhe një instrument që e ka emrin French horn, nëse mundin me gjetë regjia, në Google me shkru French horn. Kush e ka pas serialin How I Met Your Mother? E din çka është French horni, okej? Është një instrument, një lloj burie që është bri francez, nëse e përkthejmë bukfalisht, edhe është këzë i komplikum që frynë to, që tash e gjejmë edhe fotografin, edhe e qesim në dolje. Qa? Që kjo është French horn? Që kjo është briri francez? Të përdonë se këtë nërë pej brirëve të kafshve, i kanë marrë brirt, edhe kur kanë frynë to, i kanë bo si instrumente, edhe i kanë bo si buria, që në ata që i thojnë borit kerit, ata i thojnë bri. Një farmyre që i bjen horn, French horn. Mirë, nësot deshte me folë për motin, po kemi kohë dhe pak. Kena kone shtalem ka fundë, së s'na folim për trafik, a kina i pyte tjetër për kërë? Hajtë, po folim për kërë. Se për motin mundë me folë dhe herë në ardhshme. Qa më interesej me ditë. Edhe pse edhe në gjuhën shqipe në kërë plot fjallë nuk i kemi, i përdorim gjermane ose serbokroate, ose anglize. Parkingut që i kanë thonë? Parking? Park. E për pjecës parkingut? Qysh për pjecës parkingut? Se na e kena, edhe, shkësua jo në doshë, edhe ka poshtë një parking, e na në gjitëm tani për pjetë. Me dollë për parkingu du të më gjitë shumë për pjetë, tani me dollë në rrugë. Ascending, descending është më gjitë, descending, uphill. Për pjetë dhe për të poshtë, që i thoi? Uphill është për pjetë, uphill, do më thoni i bjenë që hill, që tash e diskutojmë, uphill, për shamull, qëre, edhe ju shikus të nderum që po këshërni edhe që e dinim shumë mirë anglishtën, ju ka plët fjallë për tenalze, si tenat, për pjedzë, tenalze, pjerin, do më thonë, për mund gjitë tenalze... Tatë pjeta. Tatë pjetë, po. Do më thonë, edhe në gjuhën angleze ka shumë, tash krejtë s'na kujtojnë, stash. Njanën, bele. Going është me shkua, po. Okej? Me shku në alta. Uphill. Apo kuptan? Going uphill. Zakonisht pëja me hënë kur bojnë bashkë, ledzohet si fë, po jo në këtë rast. Se këtë rast është e përbame për 2 fjallëve, up edhe hill. Hill do më thonë kodër. Do më thonë për kodre. Ajo sigur të që s'pën përshtatët, bre, s'pën përshtatët. Edhe e ki going... Ma të lejtë, ma të kapsh me njona, që i tojna të nalëze. Going downhill. Kjo të poshtë. Okej. Downhill është të poshte. Downhill, të poshte kodrës. E kjo të nalë kodrës. Qa ka fjallë tjetër për të nalë që për dëndi? Shti, di që shmatë... Shtu ma të leta me i lidhë. Uphill, downhill. Po, dhe po tani going... Up, nalë, down, poshtë. Po, për dime, po uphill, downhill. Hill. Po, në është okej që kjo ka kanë së ndalë këndër. Jo, bëse ka. Ajo është ascending, descending, është me mungjit edhe me zbrit.
ascend edhe descend. Tjetër çka po do më ditë për kërë? Që i thojnë ndrusit shpejtësive, që na tash i thojnë marsh, njerëz i thojnë menjaq, popullorçe, ndrusi shpejtësive, ose shpejtësit na i thojnë. A pa me shkronën e parë, më tregu? Qysh? Shkronën e parë. Ka, do më thonë, është... Asu se di. Dhëmzort. The constration? Nëse e këshyr të ndrusin e shpejtësive mrena atje, është i marrun për i dhëmzorve. Stia, po me vizatu mirë dhëmzor. Shumë perfekt. Ta. Në dha maj presh. Okej, qëta janë dhëmzort, mrena. Ndrusi shpejtësive mrena është i punun për i plët qëtën e dhëmzorve. Qëtën e në gjuhën angleze i thojnë... Ging. Ging, jo, po i thojnë gear. Gear. Okej. Mësë kjo the constration? The constration? The constration, jo. Dish po lidhë, të adem? Kësa i thojnë gearbox. Dikush i thojnë gearbox ose gear shift. Ose gear shift. Pimë një që dollëm gearbox. Po, qaj është? Gear, dhe më thonë, janë dhëmzort, edhe gearbox është boksi ku janë dhëmzort, dhe më thonë, ndrusi shpejtësive, e shift, dhe më thonë, me ndru. Në më thonë ndrusi i shpejtësive, se shpejtësive këta i thojnë gears, se këta i qunë fjallën e përdorin fjallën dhëmzorë, se mrena në kërë jënë qëta dhëmzorë që i ndrojnë shpejtësit. E timonit? Timonit i thojnë, me drejtu timonin, i thojnë steer, se steer i bjen edhe në anije, kërë kam pas timonin, to steer the ship, i bjen me drejtu anijen, steer, e timonit i thojnë steering, rota, drejtuese, steering wheel, se në ka përzi qëtash. Aja ju përzijet. Në ka përzi këtu veni. Do një dhe ju me mësu pak. Steering wheel, do më thonë rota drejtuse, steering, si t'ja shtën ING në gjuhën angleze, ING është bot folje, steer është drejtim, steering është drejtuese, rota drejtuse, steering wheel. Ajde, gumave dimrit që i thojnë. Ha? Po, tash, në gjuhën angleze, po bane këshën e një po të zonë gosht, po, me njak i gatshë. Gumat quhen në dy mënyra, do më thonë, në amerikanëqe i shkrujnë tire, edhe, ose për shkrujnë ma mirë qëto, në amerikanëqe i thojnë tire, në britanest e shkrujnë tire, ose e kundërta. Njona e shkrujnë me i, njona me shkrujnë me y. Cëllë po dolin qërë matë meqëm? Cëllë po dolin qërë matë meqëm? Nuk di që me të thonë. Ndoshta, se di, ma praktike e bojnë gjuhën amerikant, britanest e bojnë pak matë komplikume. Pak matron, complication. Do më thonë, që që thojnë dimrit? Dimrit i thojnë... Winter. Winter, që ashtu. Do më thonë, veç që ashtojnë winter... Winter tire? Winter tire. Tire. Britanesve? Winter tyre? Njajt, winter tire. Kjo letëzohet njajt, veç shkruhet ndryshe, okej. Si që e kena mësu ma eret fjalla color, në gjuhën në Amerikanë që shkruhet qështu color, në Britani shkruhet qështu. Letëzohet njajt. Që thut atë në që gumat e dimit të shfridzojnë edhe verë? Ba e gore, jem të dishme ditë për këto, që thojnë gumave të verës, që thojnë? Summer tire. Qashtë, summer tire. Njej, do më të veç ndrote kjo. Qka për dërme? Të dish, po e di që kesh një tani. A dhe këtu shisat, po. Shisat? Shisat e gjomave. Këtë i thonë brisoq. Brisoq. Me fshi, në gjuhën angleze, për shamun me qëto, procesi i fshimjes qështu, ose kur të fshin gjomin, i thonë wipe. To wipe. Okej? Wipe. Që qështu? Wipe. E, kur dënë me bo, dhe më thonë, fshise, i bjen wiper. Wiper, kur t'i shtohet wiper, i bjen si një sen që e bën qatë punë. Dhe më thonë, wiper është fshise. A dhe një kur vitë shpejt kur o borë, edhe në, se kom dit i rapor me kërë, edhe ti për shumë ish mush kiri me borën e sipin kërë, jo me dollë pak mi hek, a bden borën, e il shej brisaqt. Ta një blokun në to. Blokon. Preshen. Po e hek borën. Në startë, në ku je një sartë do të gachme. Qa për mënën atës janë... Po e hek okullin. Tani janë gullovat e mjeshtre, edhe më tha jo s'ka nevoj për pages, tani edhe është 2 euro bakshesh edhe më për kape. Po e hek okullin edhe borën, për bojmë këtë hyrjen për javën ashme që kena me folë për mëtë, që që thojnë okullit në anglisht? Që thojnë
qajt ftoft anglisht? Ice, coffee. Ice, që ashtu. Ice i thojnë akulli. Qaj. Po ice Ice është akulli. Ice është akull. Dhe më thonë që ata i thojnë ice coffee, kafe e ftoft, e Po, son e akullt, lidhen. edhe ice tea, qaj i Ice akull. tea, po. Dhe më thonë, pa u hek akulli ice edhe snow, nuk mund është minshu fshisat e gjamit. Po dhe po qaj. Wiper blades, ose blades i bjen edhe thikat, si thepa, po që ashtu i thojnë fshisave të gjamit. Mirë, po më duke t'imbulum ka gja shumë sene, koha Përfundoj. Po, përfundoj. krya, s'motin, s'pas këm kuajt javën tjetër. Motin e bojmë javën ashme dhe për drita s'kena full. Në kërë po së që na vynë shumë lights, i thuni jo, mere një vesh kuptoheni. Jam t'i po konkurencë lavdimit, veçën gjunë angleze. Për komunikacion, po, ekspertit tonë të komunikacionit. Ora është 9:00, shikus të dashë, nësët jemi me 26 nëntor. E na falenderojmë Spitalin Olive që na përkrahët çdo ditë. Spitali Olive ka rezonancën më të fuqishme në rajon, që do të thotë se kryni shërbimin shumë ma shpejt, se për dikon edhe nuk është e këndshme mu fut në rezonancë magnetike, po kjo kryet tepër shpejt pasi që është shumë e fuqishme, edhe një mënyrë shumë e mirë me diagnostifiku krejt qka s'është në rregull me trupin e juj. E gjithashtu, Olivi e ka edhe shërbimin emergjent 24 orë edhe shërbimin pediatrik 24 orë. E na e falendrojmë edhe Telkosin, dashni në lidhje të parë. Ju falendrojmë edhe juve që keni qëndru bashkë me neve për gjatë këtyre 2 orëve. Falendrojmë edhe Erdonitën për momente të bukura kështu. Po, mos me haru, do më thëmë prej datës 28, tash Telkosi ka një ofertë të re me rastin e pavarësis, që nëse parapagunin për një vit në pakon Olimpik, i keni 108 euro zbritje. Dhe më thonë për pakon Olimpik, prej datës 28 nëntor, tash dalin edhe komunikimet e Telkosis, kështu që rini gati, nëse do një me marrë shumë ma lirë, dhe më thonë pakon vjetore Olimpik nga Telkos me 108 euro zbritje. Na shihemi nesër në ora 7. Fola të ndaj.